Dikush mendon lumturia është me pas pare, me koni pasun. Dikush tjetër thot lumturia është me pas pushtet. Dikush tjetër lumturia është me pas famë. Këto dallojnë njëra prej tjetrës. Dikush është i kënaqur njerëzit me nxoft. Edhe më ja lyp një autograf, më thonë bën shkruaj çto, se ka gajle, a po fiton pare as po fiton. Dikush tjetër e ka epsh me pas pushtet, edhe me bo me gisht. Ti atje bën e këto, ti atje shko knej, ti ndalu, ti hyn, ti dil. Epsh është kjo. Mirë po, a është kjo lumturia? Nuk është. Për çfarë arsye? Për arsye se çdo gjë që njeriu mendon se është se e bën të lumtur. Nëse ajo ka karakter të kufizuar kohor, nëse ajo ka fund, qysh mos me u mërzit njeri. Me të thonë që tash dikush ti po bosh mbreti i dunjas, jo i Zvicrës, i krejt dunjas. Edhe sigurisht ka qef njeriu me u boj i këtil. Mirë po me i thonë qëre, të kanë met veç edhe 5 ditë jetë. A ka mundësi me u kënaq njeri me gjithat pushtet edhe me gjithat pasuni? Sigurisht jo. 5 ditë jetë, nuk mundesh me u kënaq. Ndërsa me i thonë dikujt qëre, ty të kanë met edhe 5 ditë jetë. Mirë po për çto 5 ditë ki mundësi me e përjetu islamin qysh është mas miri. A je din automatikisht se si pasojë që asaj ka me shku në xhennet. Si pasojë që asaj ka me shku në xhennet. A priton me vdek çaj njeri? Sigurisht nuk priton me vdek. Pse? Për arsye se vdekja është pengesa për me hyj në xhennet. Nuk mundet njeri pe në dunja me hyj në xhennet pa e kalu vdekjen, pa e kalu jetën varreza, pa e përjetuar ngjalljen. Andaj ai menzispret me vdek edhe kur të vdes, menzispret me e çu në varr, edhe kur shkon në varr, menzispret me u bë kiameti. Këto e kemi të argumentuar me hadithe. Muslimani i mirë kur vdes, kur e barti njerëzit në krah me e çu te varret, çka thot? Ç'na kam su pejgamberi thot qaddimuni. Hecni më shpejt. Shumë ngadalë jeni të shku. Hecni më shpejt çomni në varr. Kur të shkon në varr, e mbulojnë, e lën vet. Neve na duket është errësirë, është ftoft, është keq, është ngushtë. Sahi, janë do momente të varrit që janë të rënda dhe të vështira. Megjithatë, çka bën Allahu me ta? I vjen një krijesë me pamje të bukur. Edhe ky kur e sheh ato gëzohet se është vetëm. Ata më të dashunit e lan. Ata më të afërmit, familjarët e lan. Se s'është normale me nejt me të vdekunin i gjalli. Vjen ajo krijesë ky gëzohet kur e sheh, thot kush jeti? Kush jeti me këtë fytyrë të bukur, me këtë pamje të bukur, thot un jam vepra jote e mirë. Un jam vepra jote e mirë. Edhe i hapet në varr atij një dritare, nëpërmjet cilës ai e sheh vendin e vet në xhennet, edhe e shijon aromën e xhennetit, edhe çka bëhet me to? Mallëngjehet për xhennet, edhe çka bën? E bën një lutje, o Zot, bën e kiametin. O Zot, bën e kiametin, se e din se pa u bë kiametin nuk mundet me hyrë në xhennet. E tash kush i përjeton çto kënaqësi? Edhe ku është dallimin mes atij që ka me jetu 5 ditë si rob i thjesht, edhe atij që ka me jetu 5 ditë si mbret. Dallimi është shumë i madh, për arsye se çto vret se çka është lumturia e vërtet. Çto vret se pushteti, pasuria, fama, autoriteti, tjetra, ato nuk kanë absolutisht kurfar vlere, nuk kanë kurfar vlere, nëse nuk janë të mobilizuar, nëse nuk janë të nënshtruar në shërbim të asaj që çon ka lumturia e vërtet.